Qofse nuk tregojmë për ulësi, atëherë do të tregojmë mendjemasi. Mendjemasia, jo detyrimisht, duhet të jetë e natyrës së kundërshtimit të menjëhershëm. Kur ti thua jo, njeriu më shumë thot jo, heshtazi, dhe në mënyrë praktike se sa thot jo me fjalë. Për shembull, ata që nuk e falin namazin, nuk thonë jo me fjalë, por thonë jo me vepër. Praktikisht, ata nuk tregojnë për ulësi, tregojnë mendjemasi, se mos me e fal namazin, me të ardhur udhri Allahut, edhe mos me e fal namazin, kjo është mendjemasi, kjo është koklartësi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sado që këta njerëz thonë jo, na nuk e kemi për mendjemasis. Këtë në rregull, por veprimi si veprim është mendjemasi ndaj Allahut, sepse çdo kundërshtim i udhrit të Allahut përbën mendjemasi. Pse s'po e fal namazin? Cila është arsyeja? Asnjë arsye s'ka. Po ja nuk ka ardhur koha. Ti thjesht nuk je duke ju përul udhrit të Allahut, prandaj mos përulja ndaj udhrit të Allahut çon mendjemasi. Kjo që ka ndodhur me iblisin është mesazh për secilin prej nesh, që kur vin urdhrat e Allahut, na duhet më dorëzu më një herë. Na pëlqeu apo nuk na pëlqeu. Është koha apo nuk është koha. Nuk ka mundësi Allahu më na urdhëron me diçka që nuk është për kohën tonë. As nuk i përshtatet vendit tonë, as nuk i përshtatet gjendjes sonë. Absolutisht nuk ndodh një gjë e tillë. Allahu është njohësi i gjitha kohërave dhe i gjitha rrethanave. Ai e din edhe kur jetojmë, edhe me kë jetojmë, edhe me çfarë ballafaqohemi, gjitha i din. Prandaj Allahu nuk na ka urdhëruar që na me u fal pjesërisht ose me u fal në disa intervale kohore. Me thonë për shembull 5 vjet faluni e mas 5 vite mos u falni. Ose me thonë sa jeni 3 faluni e kur të pleshnoheni mos u falni. Ose me thonë kur jeni në paqe faluni e kur jeni në luftë mos u falni. Jo, se namazi kur nuk është barr, kur nuk është pengesë. Përkundrazi, namazi është lirim, namazi është pasurim, namazi është liri, namazi është bukuri, namazi është madhështi, namazi është lumturi. Gjitha i ka namazi. Dhe duke qenë se ne jemi të nevojshëm që vazhdimisht jemi edhe të lumtur, edhe të hapur, edhe të lirë shpirtnisht, edhe të pasuruar, e kemi obligim çdo herë me pas namazin me vete. Edhe në luftë Allahu nuk e ka pengu robin e tij me u fal, vetëm si ja ka lehtësuar përmes formës së veçantë faljes së namazit në luftë që e din ushtarët që e kanë praktikuar dhe e praktikojnë sa herë që ata sprovojnë me luftë. Por namazin me braktis s'ka mundësi me braktis. E dini veç kush e braktis namazin. Vetëm gjinia femërore kur është me cikël. Vetëm ta s'bën mu fal. Por ndryshe s'ka mundësi mos mu fal robi. Nëse nuk e bën, nuk i është për ulë Allahut subhanahu wa ta'ala.